kur u bë lista Gucav, ka fillu me punu kundra LDK-s dhe tentativa apo strategjia e Zotit Kurti është dal nga dal me hek LDK-n, Aleanca veç është në shkurje sipër dhe nisma që i ma nuk është pjesë e parlamentit, ndërsa betejë kryesore mbetet kundra PDK-s. Qëllimi i Zotit Kurti apo strategjia e tij është këtë opozit me shu. Dal nga dal, kjo opozit mos me ekzistu më dhe pastaj do të varet shumë nga alternativa që sjell qytetari i rëndomt, inteligjenca, bota akademike, bota civile njerëzore, ata pritet me bë diçka për ndryshe. Këta i ka hongër për zgjalli, si po do këtë, këta s'ka më kërgjo këto, po problemi është që këta mu ishin me qëndru edhe një kohë qështu, LDK-ja është mas randi. Unë e kom thonë, ma e poshtrume se LDK-ja që e ka poshtru, vetë elektorati vetë nuk ka. Elektorati vetë e ka votu, dhe më thonë levizjen vetë vendosje në Prishtinë, ju e dini që levizja vetë vendosje i ka të paknaqërit. Ta paknaqërit përbojnë trupin elektorat Kosovës herën e fundit 26% me diasporën. Pa diasporën, trupi elektorali joni është vetëm 22%, a i real, objektiv që është. Pra, jemi duku shturë, si subjekte politike, po vinë të shturë një pjesë e madhe të june, edhe ka me dojnë diçka e re për 4-5 vjetë arme, dhe në 7-8 vjetë arme, dhe 2 mandate që keni dëshirë me thonë, që